Punimet për rikonstruksionin e rrugës Gjon Gazulli, që i përket lagjes Treheronjt në qytetin e Shkodrës, kanë avancuar ndjeshëm. Infrastruktura nëntoksore është instaluar plotësisht, duke filluar nga kolektorët e shkarkimit të ujrave, puseta dhe lidhjet e tyre me sistemin e shkarkimit, për të vijuar me sheshimin e trases dhe sistemin e ndriçimit. Aktualisht punohet për ndërtimin e bordurave, për proces që do pasohet me hedhjen e çakullit dhe asfaltimin. Qytetarët që banojnë në këtë zonë kanë mirëpritur këtë projekt, pasi theksojnë se gjendja ka qenë shumë e rëndë me gropa, ujë dhe baltë. Po këtu ka shumë vite që kjo rruga kanë e lanë që ma në harres, edhe tu kaluhet gjithfar makina shtrana atleta. Kanë kriju shumë probleme për kalimin tonë. Kurse sot të ndëreten kanë fillu hirë të pa punë, të baj punë mirë më mërmendja. Inshallah e bajnë edhe me cilësi që tjetojnë pak, se ka pas shumë probleme. Për derit është nuk më duket keq për qa shifet, por edhe në fund të shohim se si po finalizën. Super të nevojshme, kështu inshallah bajnë edhe në për nuk e di se kam pa tanë Shkodrën, po inshallah plotësohet Shkodra të pak të bëhet pjesë e qytetit edhe kjo zonë. Ky projekt financohet nga Bashkia Shkodër me mbi 16.625.000 lekë të reja dhe përfshin mijëra metra katror, nga i cili përfitojnë qindra familje dhe shumë biznese. Volumi i punës së kryer deri tani sipas drejtuesve të punimeve garanton që punimet të përfundojnë në ditët e para të muajit qershor.